Unë për shkak që kam një account në TikTok, nuk e përdor dot vetëm brenda kufive të Shqipërisë, që do të thotë nëse unë lëviz diku në Europë, mund ta përdor TikTokun edhe duke pasur këtë lloj accounti? Zakonisht po, do të thonë në format e bllokimit mendojnë internetin si lum, do të thonë si një burim. Dhe Shqipëria, si thua, ka po marr për shembull 4 burime, 4 ISP, le t'i quajmë, do thënë Internet Service Provider, do thënë kompani që japi internet në Shqipëri. Dhe gjë që ndodh është që kur duam të bllokojmë diçka, sepse në Shqipëri për shembull janë bllokuar shpeshher, për shembull janë bllokuar faqet e basteve, janë bllokuar faqe të caktuara për shembull materiale erotike, janë bllokuar faqe që piratojnë filma, do thënë ka ndodhur si procedurë edhe përpara për mos u zgjatur. Dhe gjëja që ndodh është që thjesht në serverat kryesor, domethënë si ta them më lehtë për publikun, bllokohen IP-t kryesore që vijnë për shembull nga kompania ByteDance. Nëse ti në një farë mënyre del jashtë këtij rrjeti, për shembull nuk e merr internetin as me këto kompanitë e internetit, as me kompani celulare, po e merr për shembull me kompani, një kompani satelitore, atëre nuk ka se si të gjej, do të thonë që je pjesë e listës së bllokuar, po. Kështu që besoj edhe në këtë rast, do të thonë kjo formë do funksionojë, do të thonë, sepse do ishte ndoshta kostoze dhe pa kuptim të përdorin në një formë tjetër.